Gazetari i Kallzo.com, Ekzonda Sylla, ka fituar vendin e parë për raportimin më të mirë në ekonomi për vitin 2025, të ndarë nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës me hulumtimin Kurdisja e Tenderit, audio ingjizime se si kryeshefi i KRU Gjakova u përfshi në negociata për një tender të ndërmarrjes. Ne kam një falenderim veçantë për raportuesit edhe sinjalizuesit që na kanë raportuar këtë rast, edhe na kanë besu, edhe na kanë ndihmuar shumë që më shpërfaqë në publik këtë rast të pastër të korrupsionit. Falë tyre, falë të angazhimit të tyre, Prokuria Speciale është duke hetuar 3 raste të dyshimta të korrupsionit në ndërmarrjen publike KRU Gjakova. Storia që kemi publikuar në mars të këtij viti tregon për kryeshefin e ndërmarrjes publike KRU Gjakova, i cili është përfshirë direkt në negociatat e një tenderi të ndërmarrjes. Pra, tenderi ka qenë për servisimin e veturave. Na kemi arritur me siguru audio inqizime, të cilat e dëshmojnë që kryeshefi është përfshirë në kontaktimin e kompanive për të fituar tenderin. Në fund, tenderi ka përfunduar te një familjar i kryeshefit, pra me letra ai ka fituar tenderin, ndërsa në fakt punimet i kryke kompania e familjarit të shoferit të kryeshefit të ndërmarrjes. Lajmi i mirë është se menjëherë mas e kena publikuar këtë hulumtim, prokuria është aktivizuar, i ka pastisë zyret e KRU Gjakovës, edhe kryeshefi i ndërmarrjes është pezulluar për paktën për rreth një muaj është pezulluar prej bordit të drejtorëve të kompanisë, edhe zyrtarisht ai dhe 2 të tjerë në ndërmarrje janë tu hetu për korrupsion. Vendi i parë u nda mes gazetarit Ekzonda Sylla dhe gazetares Alberta Hashani nga betimi për drejtësi. Vendin e dytë e mori gazetarja Sanie Isufi nga Koha.net, ndërsa vendin e tretë Arjeta Shabani nga Gazeta Reportere.